Mirdita të gjithëve. Në vitin 1995 një burr indian ndeti mbi 400 ditë pa ngrënë, madje bëri që të studiojë edhe nga NASA, dhe ato çka zbuluan gjatë atij testi mbetet ende një mister, sepse kurrë nuk u bën publike pikërisht ato teste. Dhe pyetja ime është pse. Ende sot deklasifikohen ose më mirë shfaqen shumë dokumenta, por ajo që ka të bëjë pra me gjenetikën e njeriut, bile me zhvillimin e njeriut, mbetet ende në përsirtare. Dhe pyetja ime është pse. Ndaj dua ta diskutoj me ju. Si gjithmonë, kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish, dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Atëre, në vitin 1995 një burr nga India që në atë kohë ishte 74 vjeç, i quajtur Hara Ratan Marak, bëri një diçka që nuk ishte një eksperiment që ai donte të bënte publikisht. Ishte diçka që bënte ai vet. Pra ai ndeti pa ngrënë për një kohë të gjatë. E kishte provuar disa herë, sepse her pas here bënte atë digjunin intermitent, ose si quhet ajo mënyra që t'i rrit 18 orë pa ngrënë ose 16 orë pa ngrënë, duke filluar që nga mbrëmja, pra nga ora 7-8 e mbrëmjes, deri ditën tjetër në drek ose anasjeltas, që nga dreka deri në mëngjes. Dhe ai e kishte bërë disa herë këtë. Në fakt kuptoi që trupi i tij po ndryshonte dhe kishte parametrat shumë më mirë se sa më përpara. Në fakt, ç'është e vërteta, në moshën 60 vjeçare, ky Hara Ratan Marak kishte një problem. Ai kishte rruzat e gjakut i kishin krijuar një problem që ishte i detyruar që të bënte një kurrë. Mirpo ai nuk pranoi që të bënte kurrën. Dhe dini se çfarë bëri? Tha, unë nga sot do bëj vetëm agjërim. Dhe bëri atë agjërimin intermitent. Mirpo, me kalimin e kohës, kur vuri re që ishte me fjalë trupi i tij po përmirësoi, atëherë vendosi që të bënte agjërimin e madh. Pra 411 ditë. E dëgjuat mirë. Ai për 411 ditë nuk hëngri asnjë gjë. Pinte vetëm disa lëngje të thjeshta, natyrore, dhe bënte diçka. Ai çdo ditë shikonte diellin për rreth 40 minuta. Sepse sipas teorive të tij, nëse ai shikonte diellin, do të vet ushqehej nga fotonet. Në fakt, ai bëri pothuajse rreth 100 e ca ditë, pra përpara se të merrej vesh të bëhej publikisht rasti i tij, dhe kur filluan që të flisin gazetat, revistat e tjerë, sepse në atë kohë, pra në vitin 1995, kishte shumë pak rrjete sociale, ai filloi që të kishte një rezonancë të madhe. Dhe çfarë bën? Filluan që ta studionin, por e studiuan aty në Indi. Në fakt ai filloi që të bënte edhe konferenca, sepse kur përmbushi 411 ditë, pra gjithsej, rreth një vit e gjysmë, aty vure re që kishte parametrat e trupit të tij ishin krejt ndryshe. Në fakt, sa detyroi NASA-n që t'i bënte një studim. Dhe NASA në vitin 2001 kërkoi që të bënte një studim me të shikonte parametrat e trupit të tij, të shikonte se çfarë kishte ndodhur me të, meqense ky zotëri kishte bërë pra këtë agjërimin e madh. Ishte pak problem sepse agjërimi në të vërtet, nëse është një agjërim i vogël, pra i thjesht, nuk bën shumë ndryshime, por agjërimi i madh bën ndryshime të mëdha. Në fakt kjo është vërtetuar edhe në mënyrë shkencore dhe më vonë. Por ajo ishte hera e parë që bënin një test, pra NASA. Në fakt ky Jeffrey, si quhej Thomas Jefferson, e kërkoi që të bënte testin dhe e mori në University of Pennsylvania. Dhe në këtë universitet ftoi nga mjekët dhe specialistët më të mirë, njëkohësisht edhe disa dietolog, për të kuptuar nëse ishte e vërtet fillimisht, dhe pastaj për të marrë vesh nëse ka disa ndryshime në trupin e njeriut, nëse ai do bëj pra një agjërim të tillë. Dhe kështu bën. Pas një kohë të gjatë të studimeve, pra të trupit të tij, vure re që gjendra pineale e zotërisë, pra e këtij Hara Ratan Marak, ishte zmadhuar pothuajse dyfishi i ajo njerëzores, pra ajo i njerëzve normal. Duhet të dini që gjendra pineale, sipas gjasave, është ajo që ushqen trurin dhe është motori, si mund të quhet, i ndërgjegjes son. Dhe mendohet që
gjendra pineale shkaktojnë disa probleme pikërisht pra nga ushqimi ose nga mënyra e të jetuarit. Dhe në një moment caktuar fillon dhe bllokohet. Kur bllokohet gjendra pineale, duke sikur jep një sinjal pra trupit ton orës biologjike, dhe nga një moment fillojnë telomerët që të shkurtohen. Dhe kur shkurtohen telomerët, vdesin qelizat dhe vdesim ne. Pra është një sistem kompleks, por kuptohet që sipas shkencës, janë teori akoma, që gjendra pineale mund të jetë shkaktarja. Dhe pyetja është, si është e mundur që të ishte zmadhuar gjendra pineale? Sipas teorive të këtij Ratanit, ai thoshte që ja kishin sugjeruar në ëndrat e tij një zot, sipas teorive, që ai me anë të fotoneve mund të ushqej. Në fakt, siç u thash dhe më përpara, ai u ushqye për 411 ditë për 40 minuta, gjysmore se 40 minuta, ai shikonte diellin. Dhe me anë të fotoneve, siç tregon, ai ushqej. Në fakt, ç'është e vërteta, ai këto lëngjet që pinte, që ishin natyrore, ishin lëngje që bënin që ai mos kishte dizhidratacion, me fjalë mos kishte probleme që të mungonin lëngjet, sepse lëngjet janë thelbësor, pikërisht gjatë momenteve që të ri edhe në diell. Pra, mirë po, në qoftë se do të rrinte një njeri normal, qoftë edhe 30 ditë ose një muaj, padyshim do t'i digjej retina e kokordokut të syrit, por për më tepër do të kishte probleme të rënda në trup dhe do të shkaktojë vdekja. Pra, kjo është sipas gjasave se çfarë u zbulua nga ai test. Mirë po, gjithë testi që u bë nga NASA, komplet gjithë testi në Universitetin e Pensilvanjes, nuk u bë publik. Madje u mor dhe u vendos u fsheh në një sirtar dhe nuk u fol asnjëherë publikisht. Dhe pyetja ime është pse? Në qoftë se ishte një banalitet, në qoftë se ishte diçka që nuk ishte e vërtet, ta zëm. Atëherë pse nuk u bë publik ky lajm? Pra, ky është një nga ato misteret që askush ende sot nuk di të kuptoj se përse ndodhi një gjë e tillë. Bile profesori Thomas Jefferson e mbajti për 130 ditë në NASA. Dhe në fakt ai e quajti atëherë, jo tani sepse nuk flitet më për të, por atëherë e quajti këtë teknikën HRM. Me një fjalë që është Hira Ratan Marak, me pak fjalë. Me një fjalë HRM. Quhet teknika HRM pikërisht për nder të këtij zotërisë. Dhe tregohet, janë teori konspirative tani, tregohet që NASA këtë teknik, pra HRM, e mban sekret sepse ka plotësuar këtë teknik me disa ilaçe ose disa teknika të tjera, dhe është një teknik që përdoret vetëm për disa që për të i kaluar moshën normale, pra mbi 80 vjeç dhe të jetojnë edhe 20 apo 25 vjet të tjera. Dhe është ky fakti, sipas gjasave, që disa të famshëm jetojnë gjatë. Ka disa për shembull që kanë arritur 100 vjeç kohët e fundit, shumë kanë arritur 100 vjeç. Dhe tregohet që i kanë bler pra këto teknika nga disa organizata ose ndoshta edhe nga NASA. Pra kjo është teknika HRM që nuk flitet dhe që sipas gjasave është themeluar ose është krijuar nga një zotëri që bëri pikërisht pra agjerimin e madh, 411 ditë. Ju si mendoni, ose kush nga ju ka bërë agjerim dhe çfarë mendimi keni për një agjerim të tillë? A është i mundshëm 400 ditë apo jo? Dhe nëse është studiuar, jo nëse sepse ai studiua nga NASA, pse NASA nuk e bën publik pra testin që është bërë në Universitetin e Pensilvanjes? Tjetra është që serotonina dhe melatonina, ashtu si ishte shtuar shumë këtij zotëris, pra këtij indianit, shtohet pikërisht nga fotonet, pikërisht nga ekspozimi në diell. Dhe ai duke shtuar edhe ecjen zbathur, ky zotëria, sepse gjatë asaj kohe ai bëri një ecje zbathur për tërkon, pra për 400 ca ditë, ndoshta kjo e ndihmoi atë që të shtohesh jo vetëm melatonina, serotonina, por edhe që të zmadhojë gjendra pineale. Megjithatë, kush nga ju beson në këtë dhe pres komentet tuaja, kalofshin ditë bukur.